Këshilltarët e Lancës Kombëtare për Integrim në Këshillin e Komunës së Tetovës kanë dorëzuar sot një kërkesë zyrtare për emërtimin e 67 rrugëve të qytetit. Sipas koordinatorit të këtij grupi, propozimet janë hartuar duke respektuar plotësisht përkatësinë etnike dhe realitetin historik të qytetit të Tetovës. Sot si grup i këshilltarëve të AKI-s dorëzova unë si koordinator një kërkesë për plotësimin dhe ndryshimin e rendit të dytës për kryetarin kryetarit të Këshillit Komunal. Kërkuam që si pikë e parë e rendit të dytës të vendoset propozim vendim për emërtimin dhe riemërtimin e rrugëve, shesheve dhe hapësirave publike në territorin e komunës së Tetovës. Bëhet fjalë për një propozim konkret për emërtimin e gjithse 67 rrugëve dhe sheshit të Tetovës. Propozimi është hartuar me përkushtim dhe me profesionalizëm, duke pasqyruar realitetin historik të Tetovës, duke respektuar të gjitha komunitetet etnike, si dhe trashëgiminë kulturore e historike të qytetit tonë. Nga ana tjetër, kryetari i Këshillit Komunal të Tetovës, Jusuf Abduli, konfirmoi pranimin e kësaj kërkese. Ai bëri të ditur se kjo pikë do të futet në rendite për debat gjatë seancës të SHN-s, ndërsa vendimi përfundimtar do të varet nga votat e shumicës së këshilltarëve që janë në Këshillin Komunal të Tetovës. Ditën e hënë në Këshilli Komunal paraqet seancën e 15 të radhës të Këshillit Komunal të Komunës së Tetovës, ku do të shqyrtohen shumë pika të rëndësishme për qytetin e Tetovës. Ne jemi në bisedim dhe në konsultime sipër, po të njëjtën kërkesë në atë seancë do të shqyrtojmë bashkë edhe me këshilltarët e opozitës. Do të zhvillohet debat dhe më pastaj do merret vendim ashtu si është edhe me rregullore, vendimi i shumicës, si do që t'jetë, gjithë opinioni, po edhe ju si media, jeni të njoftuar se Këshilli Komunal ka vetëm një komision të caktuar për emërimin e rrugëve. Është procedurë e cila fillimisht emrat e rrugëve janë çështje me interes qytetarëve dhe me interes publik. Fillimisht ato duhet shqyrtohen në komisione, duhet edhe në kalumin janë zhvilluar dhe debate. Thonë ne jemi këshilltar, por nuk mund të vendosim edhe mbi vullnetin e qytetarëve, pa konsultuar edhe qytetarët e qytetit të komunës së Tetovës. Debati për emrat e rrugëve në Tetovë u riaktualizua pasi gjykata kushtetuese para një muaji shfuqizoi një vendim të vitit 2007 për ndryshimin e toponimeve. Me këtë vendim të kushtetutës, 14 rrugë në Tetovë do të duhet të kthejnë emrat e tyre të vjetër, përfshirë edhe sheshin Iliria, i cili juridikisht kthehet në emërtimin e mëparshëm Marshall Tito. Për këtë dukuri, Bashkimi Demokratik për Integrim për këtë të shtunë në ora 20 ka paralajmëruar edhe një protestë tjetër, siç thonë ata, kundër fshirjes së historisë së shqiptarëve në Tetovë.